Një nga aktorët më të famshëm në Turqi thot se është shqiptar. Edhe një nga aktorët më të famshëm në Turqi e ka pranuar se është me origjinë shqiptare. Bëhet fjalë për aktorin Serkej Tutunku, i cili viteve të fundit ka qenë shumë aktiv në kinematografin turke. Serkej ka qenë i ftuar në një emision në Turqi dhe derisa po diskutonin me një aktor tjetër për ushqimin, ai e pranoi se është shqiptar. Ai mëtej ka qeshur duke thënë se shqiptarët han mish që nga mëngjesi e deri në mbrëmje. Serkej filloi aktrimin me serinë Human Krime, të publikuar në vitin 2018. Ai më pas luajti personazhin e Volkanit në serialin televiziv Afili Ask. Aktori po ashtu ka luajtur personazhin e Kerkler në serinë e Pafajësisë, e cila përfshin gjithashtu emra master si Hulaya Afsar dhe Mehmet Asletung. Ndryshe, janë edhe disa aktorë shumë të famshëm në Turqi që e kanë pranuar se kanë prejardhje shqiptare, si Halit Ergenç, Kivanç Tatlitu, Baris Adçul, Kanu Aman, Nuretin Sonmez dhe Engin Altan Dyzyatan. Ata kanë pranuar me krenari që janë me origjinë shqiptare dhe se këtë e tregojnë në intervistat që ata marrin pjesë.